Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Misteri i kishës së Laçit, historia e mrekullive. Dikur, kisha e Laçit ishte një nga kishat më të dashura dhe më të ndjekura. Pastaj, prej asaj mbeti vetëm një shkëmb i lëmuar nga buzët e besimtarve, që lanë aty mira lutje dal nga zemra. Kështu, shkëmbi thatë u kthye në një simbol shprehëse e qëndrese. Pushteti komunist i përdori të gjitha mjetet e mundshme për ta zhdukur nga kujtesa e shqiptarëve atë vend të shenjtë. E nga zemrat, njëri nga shenjtorët më të dashur të botës së krishterë. Pas asaj propagande, pas kërcënimeve dhe as policët e ushtarët të cilët e rrethuan, nuk qënë në gjendje të ngadalësonin procesin e gjatë të vijueshëm të shqiptarëve që vit pas viti, posaçërisht në 13 qershor, shkonin për të nderuar kujtimet e të shenjtit dhe për të kërkuar ndihmën e tij. Studiuesit e kësaj dukurie të pashembullt në mes të tetorit të Shqipërisë komuniste ende nuk arritën të shpjegojnë këtë mister. Një regjim gjakatar thyej përballë një shenjti, e edhe përballë vullnetit të popullit për ta dëshmuar haptas besimin në një nga shenjtorët më të njohur të historisë së Kishës Katolike. Në atë dëshmi padyshim, ishte fryma hyjnore që dukej e ridukej, e me gjithë pushtetin e vet hyjnor të papërballueshëm nga pushtuesit toksor, prehur përmes mrekullive të shenjtit të mrekullive. Një kishë e rënuar gjithmonë në këmbë. Franceskanët erdhën në Shqipëri rreth viteve 1241. 10 vjet më pas, ngjitën një qell të Portugalisë të shquar që me kultin e tij u bë udhërofyesi i shqiptarëve në udhën drejt Krishtit. Nëpërmjet disa kishave kushtuar shenjtit, ndërto edhe shëndohet në Sebaste, kisha që u ngrit rreth viteve 1300 dhe u rënua në vitin 1971. Në këtë kishë shërbyen shumë meshtar, ndërmjet të cilëve At Shtjefën Gjevoci, i lumi At Mat Prenushi, At Klement Miraj dhe i mizot Robert Ashta, At Zev Plumbi e të tjera. Sot, kisha e bukur e rindërtuar mbi kodrën e Laçit pret e përcjell njerëz të gjitha besimeve, dëshmitar të mrekullive, një mrekulli nëpërmjet të cilës është treguar gojë mas goje. Ritreguar sipas një dëshmie. Në vitin 1981, një grup ushtarësh nga toga e Drojës mori urdhër të shkonte te kodra e Shënot në Laç për të rrëzuar pjesën e mbetur të rrethimit. Të krijohet përshtypja se qeveria kishte frikë edhe nga rënojat, ndërsa për shembull në vitin famkeq në vitin 1967, kur regjimi komunist doli haptazi në shesh të Mejdanit kundër kishës, e natyrshëm edhe kundër Shënout, dueli heshtur i armës me uratën. Po më kotë munduan t'u presën ullën besimtarve, një frymë misterioze i tërhiqte ata, sa të përballonin direkt diktaturën, që nisi të shqetësonte seriozisht këtë fenomen. Prej këndej, ushtarët e zonës morën urdhër të hidhnin në erën muret dhe ta shlyenin përgjithmonë kujtesën e kishës së Shënot. Pasi e shëmbën një pjesë të rrethimit, 32 ushtarë të togës mbetën çuditërisht të paralizuar nga mesi e poshtë. Ishte një fenomen i pashpjegueshëm. Mbetën të ngrirë aty, mbi mure, ku erdhën edhe i morën me shpejtësi. Nuk ishte me fjalë për të zhdukur ca gërmalla. Duhej zhdukur çdo gjurmë me një mrekullie të gjallë të prekshme që megjithatë kujdesin e qeverisë e kishte shqetësuar. Si çdo lajm i ndaluar, mori menjëherë dhënë. Pushteti popullor i nisi disa prej ushtarëve të ngurosur për mjekime në Austri për 6 muaj, ndërsa të tjerët në Spitalin Ushtarak të Tiranës. Ushtarët u ngritën përsëri në këmbë pas shumë mjekimesh, por gjithmonë me pasoja të dukshme. Fenomeni mbeti i pashpjegueshëm. Qeveria bëri çmos të justifikonte ngjarjen, duke pohuar se ishin elmuar nga ushqimi, por kjo diagnozë nuk u provua kurrë shkencërisht. Historia mbeti edhe sot e kësaj dite e veshur me mister, e regjistruar nëpërmjet shumë mrekullive të tjera, në kujtesën popullore. Sa mirë do t'ishte të kujtohej dikush që t'i mblidhte mrekullitë e Laçit në një libër kushtuar shenjtit nga shqiptarët mirënjohës,
marrë kjo histori nga Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Kisha e Laçit ose Kisha e Shënojit konsiderohet si një nga vendet më të veçanta në historinë tonë dhe vendi i mirë a qytetarëve që bëjnë peligrinazh në këtë vend. Por çfarë fshihet mbas kësaj kishe? Ypi huaj i nxitur nga një lajm në agjencinë Reuters ka komentuar për vendin çuditëbërës ku ndodhet Kisha e Shëndohet, në Laç. Kisha vizitohet nga neurofetarët për shpëtimin e ndryshëm në karakterin trupor dhe mendor. Kisha e Shëndohet në Laç, vendi që besohet se ka fuqi shëruese. Në një kronikë të saj në agjencinë e lajmeve Reuters, flet për kishën magjike e cila vizitohet çdo ditë nga qindra peligrinazh nga e gjithë bota, kryesisht nga vendet që flasin gjuhën shqipe. Siç shpreh Reuters, ajo që besimtarët kërkojnë në këtë kishë është shpëtimi fizik dhe shpirtëror. Një prej tyre, i cili ka ardhur nga Italia, ka treguar se njohurit dhe besimit të kjo kishë ka fuqizuar gjithmonë edhe në zgjidhjen e problemeve të tij si shoqërore, mendore dhe shëndetësore. Ka disa probleme të vogla shëndetësore për të cilat mjekët nuk po japin zgjidhje. Ai ka zgjetur edhe shpresën e madhe të kjo kishë dhe besimin te Zoti. Historia e këtij vendi nisi në shekullin e 12 dhe është mbushur me legjenda të ndryshme, të cilat kanë qenë edhe kritik të regjimeve të ndryshme. Sidomos, duhet të tregohet edhe besimi i cili është shumë i madh te kjo kishë dhe për mrekullitë që ajo ka bërë vazhdimisht. Nëse edhe ju besoni te kjo kishë dhe ju ka ndodhur ndonjë nga mrekullitë prej tyre, ju los të komentoni në këtë video. Ajo cilësohet si një nga kishat që sjell edhe peligrinazhin më të madh ndër vendet, kryesisht edhe për shkak të misterit që ajo fsheh. Kisha e Laçit është një nga kishat më të vizituara në vendin tonë, që prej lutjeve të saj do të arrini të përmbushni qëllimet tuaja shpirtërore, gjithashtu edhe shëndetësore. Shumë vet e konsiderojnë atë si një nga më të rëndësishmet për të marrë edhe një zgjidhje më të mirë të situatave stresuese të cilat po i kaloni. Misteret që ajo mbart janë në vërtet të ndryshme. Ajo mund të cilësohet shumë me fat nëse zgjidhet edhe një vizitë tek ajo në 13 martat e kishës së Laçit. Ajo cilësohet nga ekspertët si një nga mënyrat për të shtuar më shumë besimin drejt saj. Po ju, çfarë besimi keni dhe a keni shkuar ndonjëherë te kjo kishë? Ju los të komentoni në këtë video mendimin tuaj. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë, të mos zëvendësojnë besimet ose mendimet tuaja dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose atë që ju mendoni. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë video sa më shumë në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu për këto mrekulli.